nuk kam nevoj për transplantin, ja po jo kthej lek mrapa, inshallah nuk kam me pas nevoj, po të kem nevoj do e kërkoj prap. Prap do kishim hy, prap do ja kishim ba. Po, ashtu do ishte shumë herë me ndershme dhe do ishin më shumë njerëz për të dhënë kontribut. Ja është drejta. A jam thot mu, po ik thot ti thot e thuj që i ka vjell thot pranvera lek. Po si më të dalun thot ka vjell pranvera lek, po unë jam lyp si jot, unë kam lyp për ty. Jo më i goc. Po të me Aleksin gjatë kësaj kohe, a flisja kishe komunikim? Urda? Me Aleksin, kishe komunikim gjatë kësaj kohe? Kam pas komunikim. Ka të një kolë roba se ju e bët bashkë. Kam pas po të thëmë pra, kam pas komunikim, deja di që është këthy në Turqi, këto kanë ardhur këtu, i kanë thënë kështu, i thash atë do vinë, thash në Amerikë, tha mu tha, s'du më marrë ma atë punë s'më interesat. Okej, thash, dhe s'kam pas ma komunikim me te. Po këta kanë pas gjithë kohën. Geralda ka pas gjithë kohën me te. Se Geralda kanë makinë me mu, dhe me thanë, spital, në brëndë, spital, në kafe, në restoran, gjitha nej. A këtët? Ka qka kanë komunikimi e me ta. Pas taj komunikimin e funit me Aleksin e kam pas, prap s'kam desh me ja ba publike gjana, ja kam qu të gjitha ledhe dhe thash, shoku, qa tu në këtu, dhe, se i pas këtë hek lek mrapa. Se këto mi qunen mu. A din? Filloj të mba si cub mirdite, të mba si i fort, ja pa qa janë këta, ja pa unë ne, A di qa thash, po i Kris bëthën o ti, se mos ba mu thash cubin, se jam një i gabu me folë mu ashtu, edhe ja që s'kam pas ma komunikime me te. Jo, ma më duket qikë sikshore, se unë... Si kur t'jetë e vërtet, kjo me fjallë është diçka shumë banale, shumë e ullët. Në Gjaelin, ti, profesor, këta, si tha Semi i parë, Aleksi, thot atje, këta gocat thojnë kemi ate, kemi këte. Po mirë, lo, me si pasën këta gjithë të prova, pëse s'ja mori policia denancimin? Pëse i tha policia, vazhdo një vosës. S'keni asë gjo, s'ju ka kërsnu buri bos. Jena më i këto, këtu, sidomos kur flet femna këtu, shoku këtu, do në s'do në të vejnë pranga, të qojnë mrena. Pak të një natë, të pak të një natë shkon mrena ti, si do si tjetë puna, kur flet femna. Pre o pak pyne se o morë policia iq për bazë, pse se o morë as i fjallë për bazë, dhe që tha vazhdo një goca se ju ka një skam, jeni skam, i tha policia, jeni skam. Këto nuk, you guys don't stay on your ground, i tha, nuk shofim tu as i gjo. Jo, ato që se kanë gjëra për të nxjerrë, duhet të nxjerrin, që se nuk dalin fakte, i bie që diçka nuk shkon edhe kaq, është shumë e thjeshtë. Po nuk dolën fakte kundra atyre që ti ke nxjerr, i bie që qëndron ajo që ke ti edhe më pas. Unë po i tham, unë jam këtu, unë qa flas ti nxjerr me ngjëzime me video. Ajo thot kyt atë, nxirri, jo po s'kam. Ec po. Ec mos fol kot. I kthir polici, shkon në spital e bën Romeo Julieta movie, aty hyn në spital, thirr policin, thirr gjitha, thot polici, i ka Kris bëthën, ti ke artu me në rajt edhe neve. S'ke as i dhoj prove, s'ke as i dhoj gjajt, as i dhoj kërcenimit, as i dhoj. Atëherë, po ku ashtu qëllimi o shok? Qëllimi ashtë, marrim lek të zhdukemi, me vërpafshim. Kanë deklaru aty në spital, kanë deklaru, jo do ikim nga spitali sot, se do ikim e marrë një mendim dytë, do ikim o në Vjenë ose në Barcelonë. Edhe ku vajtën si përfundim? Nuk di, s'ja marrë, as du me ditë, nuk duhet ditë. Nuk di hiq. Po unë flas me letra, si kam marrë letrat e spitalit. Qa kanë folë në letra këta, qa kanë lanë deklarat këta. Do ikim në Vjenë ose në Barcelonë. Se do shkojmë dhe të shofim një... Do marrim leket, do ikim në Vjenë ose në Barcelonë të kemi një mendim dytë për doktorit. Se doktori Amerikan nuk i hynë punë, a kupton? E marrë. Po si ishte edhe një lajm i keq edhe dalë do burrat ikim me vend tjetër të marrë një lajm të mirë.
Se po të kishte marrë një lajm të keq, me logjik, po burrat gjejnë një tjetër që të qetësohem se si qëndron e vërteta. Po e lajm të mirë mori, nuk është mori lajm të keq. Po, kur merr lajm mirë ti duhet më gëzu, po a kupton Elin ose ky ka qenë çdo gjë e kurdiston, çdo gjë e vizatuar fiksa, kupton, shkojmë, trimi ditë, dytë, parëm lekë të ikum, se mu më thosh që, po, pse do rrim ne me zërë këtu? Po jo, më i vaj, pse me zërë, kush po të marrë me zërë? Ora, do hysh spital, as do hysh? A jo, po do hym. Jo, më i vaj, se s'kam punën me ty. A dënë me shku në spital, apo nuk dënë? Po, do shkojmë. A kupton, dhe më thamë, këtyne i bezdiste pjesa që unë isha afër tyre në doktorat, në letra, në infermiera, në këto, sepse qëllimi ishte... Nuk tonin që të isha aq afër. A kupton, qëllimi ishte, si i thojmë në Amerikë, in and out. Ik krypun, ik zhduku. Edhe këta për i bezdiste ajo gjo. Derisa morën venimin në fund që e disha, ti ikëm këti, shkojmë të spitali, marrim letrën e emergjencisë, kalojmë letë edhe në zhdukna. Edhe unë ju thash, do dalë, do jo nxjerë të gjitha. Këtheni lek mrapa se vjen keq si një femna. Ju ka fut dikush, ju ka shty dikush, nuk e dikush, mos ta bajnë të madhe. Futeni, këtheni lek mrapa njerëzve, dilë thuj që jeni shërume, unë s'kam punë me ju. As ju për men, as ju hell në video, as ju edhe askun. Jo, tha, dile thuj që i ka vej edhe unë e lek. Okej. Unë po dalë edhe po them edhe nuk po t'lej me i vjell. Unë po t'i bëj të dyja të shi. E di po... E çuditshme duket se historia dhe sikur të jetë e vërtet sinqerisht. O ti, ala flit këti, le visha e ti. Kam thënë që iko Geralda në Turqi, ala ka këtu ti më shoku. Thash që Geralda, shoqja e tyre, që erdhi me ta, sa u mor vesh lajmi, ajo valigjet me vrap i këtë Aleksin Turqi, o ti shoku. Shko laj pak vesh të se mos janë mush me kështu, me gjeth. Tani Geralda ishte kjo shoqja ngushtë e veta? Po, Geralda është ajo që ka dalë ka ba thirrën që ditën e parë për ta. Ajo ditë çdo gjë, po ajo s'do me folë, se varet ku e kanë hallin ta, ku e kanë problemin. Edhe këto i dinë të gjitha, po shpresoj të merret shteti me ta dhe do i nxjerrin vetë këta. Se kush e tek e si, se femna është e dobët kur bjen në dorë shtetit. Ajo... A kuptat. Po e mira do ishte që të dilte e vërteta kësa historie dhe gjithse cilit me ta të që meritonte, se në fundit... Unë e hyna se të pashtu ashtu, se unë e kam kry si detyrimin tem, my mission, se i thojnë, is over, is done, unë ja kam freeze lek do i këthojnë njerëzve mrapa, edhe nuk kam, unë s'kam ma, unë s'merë ma me ato, s'du me ditë ma për ta, kusht ketë, aty janë faktë, nuk i heq për aty, doktoratën, adresat, gjitha i kanë aty, të gjithë rekordin e spitalit e kam, nuk mund të bëj publike, sepse është medical records privacy që po unë dhe me thonë damtohet me ligjë, nuk mund të bëj kështu, nuk mund t'ja sheri askun. Unë i kam, kush të doj, të vi, unë jam këtu në Bronx, New York, në Queens, kush të doj që ashtë interesum për i grupit të Samit apo të Aleksit, të vinë, të i marrën, apo kush kanë thanë që ashtë e arbajtare këta, unë e kam të gjithë dosjen e për spital ku ka kanë e ashtrume në zarf. Të gjithë. Por publike nuk mund të baj, sepse damtoj vetën, edhe se kam vun plan me damtu vetën për asken. Kështu që my mission is over, is done. Unë e kam pas misionin tem me i shëru në fillim, dolen scam, dolen mashtruse, kam pas detyrimin mu bloku lek me ju këthy gjithë njerëzve që unë kam thirë, se Aleksi lek të veta i ka marrë, ta shje mrapa të merët kush dojnë me ta, unë s'du me ditë për ata. Heq, as du me ditë ku janë, as du me ditë ku shkojnë, ku hynë, as du me ditë hiq ma në këtë botë e në gjalla për vdek.
E kuptoj. Ka që vo. Përshnes edhe ty, shok, se bëjë po. Gjithë mirë aty. Për Ai zotin. bëra që përmenda një dyre emrin edhe madje të thash gjë në fillim se nuk kam dashur të mbaj krahun e askujt, thjesht kam dashur ta kuptoj si situata dhe vetëm kaq. Kjo është situata, kjo është e vërtetë, edhe nuk ka si lloj të vërtetë të tillë. Koha do i zjarrin gjitha, unë jam i gatshëm. Lagrat me qeshit ajo është e padiskutueshme. Unë të thash, unë jam i gatshëm për çdo lloj regjistrimi që thasemi parë që kanë bërë ata, unë jam i gatshëm direkt me hy live edhe me direkt me janë zjarë se unë nga dita që i kam pa që doktori tha kjo është në rregull, unë nuk kam folë me atë njerëz më asnjëherë pa regjistru. Unë makinë teme kam kamerë, me në makinë, me voice, me ftyrë. Kam ku kam